Prej më shumë se 65 vitesh, Bajram Sfishta i dhuron vitrat për muajin e Ramazanit. Edhe këtë enjtës Sfishta po e vazhdon traditën. Ndihesh mirë se je javë me një mudi kuj diqka. Si fukaros, si këty edhe këtyne. Dhe vjetë e bojmë, këto bohon për fukara, për medrese, për mbërmbajtjen e medresës. Qka të ka nevoj, ku të ka nevoj, atëherë i përdorin këto. Në Xhaminë e Madhe në Prishtinë për të solidarizuar me ata që ka nevojë, vitra dhuruan edhe qytetarët e tjerë. E din ku na duhet me ja dhonë, se unë s'di ku shra fukarejaj, posëna. Këto kemë obligim, se mas mrami kur vjen ku e fundit, këta kanë obligim neve me na qu ku duhet, për që ta e bojna. E vitat i kemë obligim, mas Ramazani vinë vitrat. Nga Këshilli i Bashkisë Islame në Prishtinë treguan se ka pasur interesim të madh të qytetarëve për të solidarizuar me nevojtarët. Dhënia e vitrave është obligim për secilin person i cili agjeron Ramazanin në mënyrë që ta pastrojë atë duke ju ndihmuar edhe të tjerëve. Këtë ditë ka fluks të madh të qytetarëve të cilët vitrat dhe zakatin e paguajnë konkretisht në Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës. Pastaj këto mjete shpërndahen në për familjet nevojtare, në medresen Alaudin në Prishtinë, në Fakultetin e Studimeve Islame, si dhe në shoqatën Bereqeti, e cila është çdo vit dhe është në çdo ditë të vitit konkretisht në kujdesje të gjithë atyre të cilët kanë nevojë. Për vitin 2026, Bashkia Islame e Kosovës ka përcaktuar se vlerat e sadakul fitrit do të jenë nga 5, 10 dhe 15 euro varësisht nga gjendja ekonomike.